Të dashur bashkëdhetar, këtu në Greqi dhe kudo në diasporë, të regjistruar si votues nga jashtë për zgjedhjet e 11 majit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka dërguar drejt jush fletët e votimit dhe shteti shqiptar ka mbuluar pagesën në ardhje dhe në kthim të këtij shërbimi postar. Më shumë se gjysma e fletëve të votimit në diasporë kanë mbritur tashmë tek ju. Ky shërbim postar, kompania DL apo nën-kontraktorët e saj po i njoftojnë me një SMS ose email për të informuar se dërgesa nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka mbritur, pra zarfi me fletën e votimit ka mbritur. Ju mund ta ndryshoni ose të caktoni vetë datën dhe orën dorëzimit sipas kohës dhe mundësisë tuaj në linkun që DL ju ka dërguar me SMS ose me email. Klikoni linkun dhe ndiqni instruksionet. Ju mund të shkoni ta tërhiqni në zyrën më të afërt apo në një zyrë që caktoni ju të shërbimit postar DL. Në rast se ju nuk e keni parë mesazhin e parë, SMS apo email, postieri do të tentojë të lidhet me ju dhe 2 herë të tjera për t'ju dorëzuar zarfin. Prandaj, të dashur bashkëdhetar, verifikoni mirë mesazhet tuaja SMS ose email dhe lidhuni me shërbimin postar në numrat përkatës. Kompania ndërkombëtare DL duhet të përmbush një detyrimi që ka nga kontrata me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, pra me shtetin shqiptar. Ne nuk mund të tolerojmë asnjë sorollatje të bashkëdhetarëve tanë. Kemi paguar si shtet postën, vajtje ardhe dhe duam shërbimi siç duhet ta garantojë reputacionin ndërkombëtar i kësaj kompanie dhe të mos shfaqsohet pas gabimeve të nën-kontraktorëve. Ju falenderoj gjithëve që po shkruani këtë faqe historike të demokracisë sonë dhe po mbështesni Shqipërinë në rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian. Vetëm me Edin dhe me Partinë Socialiste tek pesa, votoni pesën.